Transferim në spital i një të burgosit të padënuar me ose pa frenime. Paragrafi 48 i aktit të shëndetit mendor i 1983. Përse jam në spital? Ju keni transferuar në këtë spital sepse sekretari i shtetit për drejtësi është njoftuar nga 2 mjek se ju keni çrregullim mendor dhe se keni nevojë për trajtim mjekësor. Sekretari i shtetit për drejtësi e ka lëshuar një udhëzim për transferim. Sipas paragrafit 48 të aktit për shëndetin mendor i 1983, i cili i lejon të burgosurit e pa dënuar të transferohen në spital. Sekretari i shtetit po ashtu ju ka dhënë udhëzim për frenim sipas paragrafit 49 të aktit për shëndetin mendor. Ç'është udhëzimi për frenim? Nëse ju kanë dhënë udhëzim për frenim, kjo do të thotë se ju nuk mund të lironi nga spitali, përveç nëse sekretari i shtetit për drejtësi thotë se ju mund të dilni nga spitali. Në rastin tuaj, lirimi nga spitali varet nga disa kushte të caktuara të cilat do t'ju shpjegohen më afër lirimit tuaj. Gjatë qëndrimit në spital, përgjegjësi për kujdesin tuaj, klinicisti i juaj përgjegjës duhet të merrë pajtimin nga sekretari i shtetit për drejtësi para se të liroheni përkohësisht ose të dërgoheni në një spital tjetër. Sa kohë do të qëndroj këtu? Ju do të mbani në spital derisa t'ju përfundon udhëzimi i transferimit. Nëse jeni transferuar këtu pas mbajtjes në burgim nga gjykata policore, Magistrates Court, ju do të mbani në spital deri të përfundojë periudha e mbajtjes në burg, përveç nëse ju dërgoheni në gjykatën mbretërore, Crown Court, për gjykim ose ktheheni prapë në burg nga gjykata policore, me që rasti ju do të qëndroni në spital. Gjykata policore po ashtu mund të urdhërojë përfundimin e udhëzimit për transferim nëse klinicisti juaj përgjegjës thotë se ju nuk keni më nevojë për trajtim mjekësor për çrregullim mendor në spital. Ju pastaj do të ktheheni në burg, përveç nëse gjyqi vendos t'ju lirojë me garanci, bail. Nëse jeni transferuar këtu si burgosur civil apo sipas ligjit të emigracionit, ju do të mbaheni në spital deri në datën kur do të ishit liruar nga burgu ose të ishit larguar nga qendra e ndalimit, përveç nëse klinicisti juaj përgjegjës thotë se ju nuk keni nevojë më për mjekim. Nëse ju kanë dhënë udhëzim për frenim dhe klinicisti juaj përgjegjës thotë se ju nuk keni nevojë më për mjekim, ju do të ktheheni në burg ose qendër të ndalimit. Në raste tjera, ju do të mbaheni në spital derisa klinicisti juaj përgjegjës thotë se ju nuk keni nevojë më për mjekim ose derisa rasti të shqyrtohet rasti juaj me gjyq. Nëse klinicisti juaj përgjegjës thotë se ju nuk keni nevojë për mjekim, ju do të ktheheni në burg, përveç nëse gjyqi vendos t'ju lirojë me garanci. A mund të qëndroj në spital pas mbarimit të udhëzimit për transferim? Është e mundur që t'ju mbajnë në spital sipas një paragrafi tjetër aktit për shëndetin mendor, nëse ju nevojitet me shumë mjekim sipas paragrafeve të ndryshme pas përfundimit të udhëzimit për transferim. Nëse po, ju do të merrni një fletëpalosje tjetër për t'ju shpjeguar këtë. Çfarë ndodh nëse duhet të kthehem përsëri në gjyq? Nëse jeni kthyer në burg dhe nuk keni pas gjykim akoma, ju do të ktheheni përsëri në gjyq. Gjykata do të shqyrtojë çështjen dhe mund
jep urdhër spitali sipas paragrafit 37 të aktit për shëndet mendor, e cila thotë se ju duhet të qëndroni në spital, ose mund t'ju jep një dënim tjetër. Gjykata mund të bëjë urdhër nëse dy mjek thonë se ju keni çrregullim mendor dhe se ju duhet të mjekoni sipas aktit për shëndet mendor. A mund të apeloj? Ju nuk mund të apeloni kundër vendimit të sekretarit të shtetit për drejtësi për t'ju transferuar në spital, ose kundër gjyqit të ulët policor për kthim në burg. Por ka persona që mund t'ju kërkoni leje për të dalur nga spitali. Për ta bërë këtë, ju duhet të kërkoni nga drejtuesit e spitalit t'ju lejnë të dilni nga spitali. Këtë mund ta bëni se çdo kohë. Drejtuesit e spitalit janë në komision i veçantë i hapur brenda spitalit për të vendosur nëse njerëzit duhet të mbahen akoma në spital. Ata do të dëshirojnë të bisedojnë me ju para se të vendosin nëse ju lejnë të dilni nga spitali. Nëse dëshironi ta bëni këtë, ose mund të pyetni një antar të stafit për t'ju ndihmuar t'i kontaktoni drejtuesit e spitalit. Pavarësisht se a ju kanë dhënë udhëzim për frenim apo jo, ju mund të kërkoni nga tribunali të thotë se nuk duhet t'ju mbajnë në spital. Ç'është tribunali dhe çfarë ndodh? Tribunali është një kuadro e pavarur e cila mund të vendosë nëse ju akoma keni nevojë për kujdestar. Ky kuadër do të mbajë një mbledhje me ju dhe me stafin që ju njeh juve. Kjo mbledhje quhet seancë. Nëse doni, ju mund të kërkoni nga një person të vjen në seancë për t'ju ndihmuar. Para seancës, antarët e tribunalit do të lexojnë raportin lidhur me ju dhe kujdestarinut tuaj. Njëri nga antarët e tribunalit do të vijë për të folur me ju. Kur mund të aplikoj tek tribunal? Ju mund të aplikoni tek tribunal një herë gjatë 6 muajve e para në çdo kohë pas dhënies së udhëzimit për transferim. Ju mund të aplikoni një herë në 6 muaj e ardhshëm dhe pastaj ju mund të aplikoni një herë për çdo vit që mbaheni në spital. Nëse nuk ju kanë dhënë udhëzim për kufizim, edhe antari juaj më i afërm familjar mund të aplikojë tek tribunali një herë gjatë 6 muajve të dytë pas udhëzimit tuaj për transferim dhe pas kësaj një herë në çdo vit. Kjo fletëpalosje shpjegon më poshtë se cili është antari më i afërm i familjes tuaj. Nëse doni të aplikoni tek tribunali, ju mund t'i shkruani në adresën The Tribunals, Service, Shërbimit i Tribunalit, P.O. Box 8793, 5 Flor, Leicester, LE1 8BN, telefon 0845 22 32022. Ju mund të kërkoni nga avokati t'i shkruajë tribunalit për ju dhe t'ju ndihmojë në seancë. Autoriteti i shërbimeve sociale dhe shoqata e drejtësisë kanë një listë të avokatëve të specializuar për këtë çështje. Ju nuk duhet të paguani avokatin për këtë ndihmë. Ky shërbim është falas në bazë të skemës për ndihmë ligjore. Çfarë ndodh nëse tribunali thotë se duhet t'ju mbajnë në spital? Nëse tribunali thotë se duhet t'ju mbajnë në spital, kjo do të thotë se ju do të ktheheni mbrapsht në burg ose në një qendër ndalimi, përveç nëse tribunali ju ka rekomanduar që të qëndroni në spital. Çfarë mjekimi do të më jepet? Klinicisti juaj përgjegjës dhe një antar i stafit do të bisedojnë me ju lidhur me ndonjë mjekim të nevojshëm sipas mendimit të tyre.
Në të shumtën e rasteve ju duhet të provoni mendimin e tyre. Pas 3 muajve, ekzistojnë ka rregulla tjera të veçanta lidhur me medikamentet ose ilaçet që ju jepen për çrregullimin tuaj mendor. Nëse nuk i merrni medikamentet ose ilaçet, ose jeni shumë të sëmurë për t'i marrë ato, një mjek i cili nuk është nga ky spital do t'ju vizitojë. Ky mjek i pavarur do të bisedojë me ju dhe stafin e spitalit që ju njeh juve. Mjeku i pavarur do të vendosë se çfarë medikamente ose ilaçe do t'ju jepen. Këto janë të vetme medikamente dhe ilaçe që mund t'ju jepen pa pëlqimin tuaj, përveç nëse është rast urgjent. Mjeku i pavarur quhet SOAT, mjek i caktuar për një mendim tjetër dhe është i caktuar nga një komision i pavarur i cili e monitoron mënyrën e zbatimit të aktit të shëndetit mendor. Ka rregulla të ndryshme për disa mjekime të veçanta, siç është terapia elektrokonvulsive e të tjerë. Nëse stafi mendon se ju keni nevojë për një nga këto mjekime të veçanta, do t'ju shpjegohen rregullat dhe do t'ju jepet një fletëpalosje tjetër. Njoftimi i më të afërmit familjar. Nëse nuk keni marrë urdhër për frenim, një kopje e kësaj fletëpalosje do t'i jepet një personi të cilit akti i shëndetit mendor e konsideron si më të afërmi në familjes tuaj. Është një listë e njerëzve në aktin e shëndetit mendor që konsiderohen si antar të familjes suaj. Zakonisht, personi që është në krye të listës është antari më i afërt i familjes tuaj. Autoriteti i shërbimeve sociale mund t'ju jepë një fletëpalosje e cila e shpjegon këtë dhe se çfarë të drejtash ka më i afërmi juaj familjar në lidhje me kujdesin dhe mjekimin. Nëse ju nuk dëshironi që ky person të marrë një kopje të fletëpalosjes, ju lutem tregoni infermierit tuaj ose një antarit të stafit. Ndërrimi i antarit më të afërm familjar. Nëse mendon se ky person nuk është i përshtatshëm të konsiderohet më i afërmi i familjes tuaj, ju mund të aplikoni tek gjykata e qarkut për të konsideruar një person tjetër si më të afërmin tuaj familjar. Autoriteti i shërbimeve sociale mund t'ju jepë një fletëpalosje e cila shpjegon këtë. Letrat e juaja, të gjitha letrat e marrura gjatë qëndrimit tuaj në spital do t'ju dorëzohen juve. Ju mund t'ju dërgoni letër çdo njërit, përveç ndonjërit që ka pohuar se nuk dëshiron të marrë letra nga ju. Letrat dërguar këtyre personave mund të ndalohen nga stafi spitalit. Kodi praktik. Kodi praktik është ai që jep këshilla lidhur me aktin e shëndetit mendor njerëzve të përfshirë në kujdesin tuaj. Ata duhet të marrin parasysh se çfarë thot kodi kur të marrin vendim lidhur me kujdesin tuaj. Nëse doni, ju mund të kërkoni të shihni një kopje të kodit. Si të ankohen. Nëse doni të ankoheni lidhur me ndonjë pakënaqësi që ka të bëjë me kujdesin dhe mjekun tuaj në spital, ju lutem bisedoni me një antar të stafit. Ata mund të rregullojnë këtë çështje. Ata po ashtu mund t'ju japin informacion lidhur me procedurën e ankimit të spitalit, të cilën mund të përdorni për të zgjedhur pakënaqësitë tuaja nëpërmjet të quajturit vendim lokal. Ata po ashtu mund t'ju tregojnë për persona të tjerë që mund t'ju ndihmojnë për t'u ankuar. Nëse mendoni se procedura e ankimit nuk mund t'ju ndihmon, ju mund të ankoni tek një komision i pavarur. Komisioni i pavarur e monitoron mënyrën e zbatimit të aktit të shëndetit mendor
për të siguruar përdorim të drejtë dhe kujdes të duhur ndaj pacientëve gjatë qëndrimit të tyre në spital. Stafi i spitalit mund t'ju jepë një fletëpalosje e cila shpjegon se si të kontaktoni me komisionin. Ndihmë dhe informacion të mëtejshëm. Nëse ka diçka që nuk kuptoni lidhur me kujdesin dhe mjekimin, një anëtar i stafit do të përpiqet t'ju ndihmojë. Ju lutem kërkoni nga një anëtar t'ju shpjegojë nëse ka diçka në këtë fletëpalosje që nuk kuptoni, ose nëse keni ndonjë pyetje tjetër që nuk ja ka përgjigjur fletëpalosja. Ju lutem kërkoni një kopje të kësaj fletëpalosje nëse i duhet edhe dikujt tjetër.